Sindikata e punonësve të administratës, organeve të jurisprudencës dhe shoqatave qytetare ka njoftuar se në takimin e sotëm në qeveri është pranuar kërkesa e tyre për rritjen etapore të pagave përmes marrëveshjeve kolektive edhe veç e veç. Vendimi vjen pas protestës së punëtorëve të mbajtur më 28 janar. Državna uprava i pravosudstvo, znači sudovi i obviniteljstva që treba potpisat pojedinačni kolektivni dogovori. Siç paralajmëruan vitin e kaluar, do të jetë për disa vite, do të thotë në 3 këste nga 8%, fatkeqësisht jo për 10%. Sërish do të përsëris, nuk i morën vitin e kaluar, megjithatë, ja tani qeveria pajtohet t'i paguajë bashkërisht nga fillimi i marsit në mënyrë ku të gjithë institucionet me administratën shtetërore dhe jurisprudencë do të duhet të nënshkruajnë marrëveshje kolektive dhe individuale për të fituar këtë të drejtë. Që të ndodhë kjo, sindikata duhet ta japë dritën jeshile pasi të përgatitet teksti marrëveshjeve kolektive. Ndërkohë, krahas protestës së lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, punonësit në sektorin privat janë në pritje të zgjidhjes ligjore me të cilën do të rritej paga minimale.